Nisëm e timit. Shkodra ka qenë për herë një vatër e rëndësishme e dramaturgjisë shqiptare, duke ruajtur traditën, por edhe duke e përshtatur ato me kohët moderne. Për dramaturgun shkodran Mustafa Tukaj, ka ardhur koha të mendohet më tepër për dramën shqipe në teatrët e vendit, po dominon drama e huaj dhe këtu nuk bën përjashtim as teatri Migjeni sipas tij. Drama shqipe lëngon. E tha me dhimbje, por lëngon vërtet. Teatrët kombëtare sot, duke përfshirë edhe teatrin e Shkodrës, luftojnë të vënë drama të huaja, autorë që mundësisht kanë vdekur para 7 vjeç, tema të vjetruara të mykura. Drama shqipe duhet livru pa diskutim, nështë do të bëhet një ligj në çdo 3-4 shfaqje, një tjetë kombëtare patjetër. Sepse janë dhe autorë të ri, mirë ne, po janë dhe autorë të ri që donë me pas skenën. Përtej kritikës, dramaturgu shkodran vlerëson suksesin e dramës Vizita të David e Jodiçes me trupën e teatrit Migjeni për cilësinë e saj. Kam njeh 2 herë, kam pa, më ka pëlqyer shumë. Pra ishte që të gjetja, që ishte, pra kur ka një bashkëveprim midis autorit, asaj që shkon autori dhe regjisorit. Mustafa Tukaj është i njohur për kontributin e tij në pasurimin e repertorit të teatrit Migjeni dhe atij shqiptar. Ai është autor i 10 dramave me tematikë historike dhe shoqërore, duke ja dalë t'i vërë në skenë 8 prej tyre.